Mirë mbrëma kudo që jeni. Nuk e di e pat apo jo në lajme, por një i ri shqiptar ka rënë së bashku me makinën në ujë në portin e barit, teksa hipte për të shkuar drejt Shqipërisë. Normal që makina iku, por i riu shqiptar, siç e shihni këtu, mbeti sipër makinës dhe shpëtoi. Tani nuk dihet tani për makinën sepse kaq lexova, por doja t'ju tregoja një histori tjetër që ka ndodhur para disa viteve, meqense pash këtë dhe më bëri për shumë përshtypje, sepse përveç kohët sepse ka qenë mot i keq dje dhe sot, të paktën këtej nga Italia, dhe padyshim me sa e vurare ka qenë moti i keq që ai teksa hipte në anije ka patur probleme. Por unë do t'i tregoj një histori të ngjashme, le të themi, që ka ndodhur në vitin 2017. Teksa po shkonim nga Brindisi, po ika për në Vlorë, një i ri shqiptar kishte hipur nga Vlora, që kishte ardhur drejt Italisë, po nuk kishte dokumenta të rregullta, nuk e di çfarë problemi kishte, dhe policia e hipi sipër. Pra e ktheu prap mbrapsht për të kthyer në Vlorë. S'kishte shans. Ore, si punë atyre shqiptarëve, e keni për pastaj më tepër nga Vlora ky, s'kishte shans. Zbriti dhe njerë dhe donte ty ikte që të futej prap ata e kapën dhe çuan sipër. E dini se çfarë bëri? U hodh nga trageti. U hodh poshtë me not dhe doli në anën tjetër. Vetëm se ai u hodh me not. E lan. Nuk e di, e mbajtën atë mbrëmje aty, po më duket se e lan dhe gjetën dikë që i bëri një garanci, se më duket ishte problemi garancisë. Megjithatë, doja t'ja u tregoja sepse ky ishte momenti kur ata e morën e kapën, nëse vutre me këtë ambulancën, sepse bënte ftohtë dhe kujtuan se ai kishte problem, po jo asnjë lloj problemi. Më vjen për të qeshur sepse e keni parasysh. Do t'ja di shqiptari, nuk do t'ja di fare çfarë problemesh, por më bëri përshtypje sepse kur pash këtë kingun ton këtu 31 vjeçar, siç tregohet, siç shkruhet, që pasi ra makina ai një tipur sipër makinës si anten më bëri qesha pak edhe se është për të qartë që është e vërtetë, sepse iku makina. Nuk e di çfarë tipi makine është, doja t'ju pyesja juve. Keni informacione, kush ka informacione më të tepërta, më shumë për këtë rast që ka ndodhur dje, do t'ju lutesha që të na i tregoni. Dhe nëse keni ndonjë rast tjetër, pra ndonjë histori të ngjashme me këtë, sepse vetëm ne shqiptarët i bëjmë, themi të vërtetën. Janë histori të bukura. Ndonse e përshëndesim këtë shokun ton, e përqafojmë, sepse është një histori e trisht në këtë rast, sepse ai e humi makinën, por shpresojmë që ta gjej, sepse mund ta marrin me rimorkiator dhe ta nxjerrin jashtë. Megjithatë, unë do të dëshira një komentin tuaj. Kush ka informacione më shumë ose kush ka qenë dje që ka udhëtuar, sepse dje ka ndodhur, kush ka udhëtuar nga bari që ka ardhur këtej, dhe të na i thotë, që ta dim, të informohemi. Hajde, pres komentet tuaja, natën e mirë, ju përqafoj dhe përqafojmë dhe këtë shokun ton këtu. I themi na një fjalë të mirë, çfarë t'ju dal nga goja juve. Hajde, natën.